mich sehr, euch hier im ABSM-Garten begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. E themeluar tash 30 vite më parë, fillimisht quhej Albanische Beratungsstelle, do thot këshillimorja shqiptare në Basel. Më vonë, sepse fillimisht merrej ekskluzivisht me mbështetje të shqiptarëve nga Kosova dhe nga vise tjera, të cilët kërkonin strehim në Zvicër. Edhe pasi përfituam shumë vite nga kjo ndihmë, nga ky humanitet i Zvicrës, atëherë pam të arsyeshme që këshillimorja shqiptare në Basel të shndrohet në një qendër të arsimimit dhe këshillave të migrantëve. Është kënaqësi me qenë sot këtu në këtë festë ABSM, që përpara ka qenë një këshillimore për refugjat shqiptar, tash është bërë një këshillimore për refugjatët në përgjithësi. Ndoshta nga historia personale e mbaj më mirë themelimin ose kohën e themelimit të ABSM-it në Basel, me që kam jetuar një kohë këtu, edhe di me sa zell dhe me sa punë një marrë me çështje të ndryshme për refugjatët e asaj kohe që kanë qenë shumica shqiptar. Në ndërkohë, me fatmirësisht ramin e flukshit të refugjatëve shqiptarë dhe me ardhen e refugjatëve tjerë, ABSM-i ju ka adaptuar kohës, është transformuar në një këshillimore për refugjatët përgjithësi dhe është duke kryer punë shumë të mira, shumë fisnike për edukimin, për integrimin e tyre, për mësimin e gjuhëve, dhe unë përgëzoj dhe uroj për këtë punë, i dëshiroj edhe shumë suksese edhe shumë të arritura në lëmin e tyre. Also ich freue mich sehr, hier an diesem Fest zu sein, weil es ist sehr berührend für mich, weil ich damals in den 90er Jahren die ABS kennengelernt habe als unterstützende Institution, uns bei der Empfangsstelle zu unterstützen, die wir aufgemacht haben in Basel. Und jetzt merke ich, wie diese sich weiterentwickelt hat in diesen 27 Jahren. Und schon damals war Sprache, Bildung ein Mittelpunkt für die Stelle, sei es für Reintegration, sei es für Integration. Sprache, Bildung, Computerkurse waren immer wichtig für Integration und Reintegration. Und dies hat die ABS entwickelt in einem Ausmaß, was mich sehr berührt, wie die Zeit vergangen ist, aber auch wie groß diese Stelle geworden ist und wie viel Unterstützung sie der Migrationsbevölkerung bieten. Also die Frage Zusammenarbeit zwischen Sozialdienst, ABSM, was ich noch dazu sagen kann. Ich bin Vertreter von der Deutschkurskoordination mit Flüchtlingen. ABSM für uns seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner, den wir schätzen für das familiäre Umfeld, wo unsere unterstützten Personen hier vorfinden. Niederschwelliges Angebot, wo vielleicht auch für Leute der Einstieg in die Sprache bereitet wird, geholfen wird dabei, wo es vielleicht nicht so einfach fällt. Also nicht sowieso schon von alleine quasi ihren Weg hier werden finden. Në vitet e 90-tan kishte nevojë që të kemi një organizim të mirëfillt, një grup shqiptarësh që do të jenë persona bashkëbisedues për të rinjët, për familjet shqiptare në atë kohë. Kështu që ne ishim si ne u formuam në atë formë dhe dikur për mos pas gjatë më shumë, më vonë e pam të rrugës të ndërtojmë një institucion i cili do të mirret me këshillime, me aftësim profesional dhe gjetjen e rrugës si në aspektin gjuhësor, po ashtu edhe në aspektin e gjetjes së karrierës së tyre në një vend të ri.